Një godin shumëkatëshe, banesë, pallati i madh është përfshirë nga flakët në afërsi të QSU-s. Për të folur mbi këtë ngjarje të rëndë, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Nduaj Pjetra. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, besoj përcollët ngjarjen dhe çfarë menduat kur pa të gjitha ato flakë që përpin një pallat të tërë? Tani nuk është rasti i parë që këto ngjarje ndodhin edhe në mes të Tiranës. Ne pavarësisht për fatin e keq të atyre, po ne kemi rastësisht 3 pallatet e djegura në Tiranë, jemi ne avokat mbrojtës të tyre. Dhe e kemi ngritur zarin disa herë, duke i thënë institucioneve shqiptare që merrni masa për sa i përket kolaudimit të pallateve dhe marrjes në dorëzim të tyre. Pra, thjesht vetëm për fajin e kolaudatorëve arrim në këtë pikë. Mund thush pse arrim? Sepse në momentin që personat sot paguajnë çimet e kokës për të blerë një apartament, dhe ky apartament në vend që materiali të jetë kundra zjarrit, ai merr flak menjëherë pro zjarrit. Dhe të gjitha rastet që kanë ndodhur si rezultat i fasadave, sepse biznesmenët e këtyne dhe ndërtuesit pra mashtrojnë klientat, mashtrojnë qytetarët lidhur me këtë fakt. Dhe duhen marrë masa urgjentisht. Ne mendojmë që Prokuroria e Tiranës duhet ndërhyjë, të arrestojnë gjithë këta kolaudatorë të pallateve që janë djeg pallatet për fajin e tyre. Avokat, pse mendoni që ka raste të djegjes së pallateve? Është cilësia që ata përdorin, pra materiale të dobta që ata përdorin në ndërtimin e pallateve? Është pallati ose ndërtuesi i cili për të shfrytzuar sa më shumë hapësira ndoshta nuk mendon dhe për dalje emergjente, pra se ne pam zjarfikës që i merrnin në krah të moshuarat. Çfarë po ndodh realisht me ndërtimet e reja? Tani shqiptarët i shpëtuan një pjesë e madhe, i shpëtuan tërmetit, që s'kishte çfarë t'i bënte. Por këtij rastit dhe këtyre rasteve nuk kanë pse duhet t'u shpëtonte, sepse të gjitha pallatet duhet kenë dalje emergjente, shkalla emergjente, dhe asnjë pallat nuk ndërtohet në Tiranë me këto kushte. Por ama, kostoja këtyre pallateve shkon 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro metri katror. Dhe çka do thotë që edhe shteti abuzon vetë me referencat e këtyre. Pra, nuk mund të thuash që një pallat që ndërtohet me materiale të skadume, me materiale që pretendohen që janë kundra zjarrit dhe aktualisht janë pro zjarrit, do thotë që këtu korrupsioni ka arrit kulmin. Dhe duhet vënë dikush dorë në mos t'i lënë pra qytetarëve të pafajshëm të përplasen dhe të përballen me këtë raste, po duhet shteti vetë të ndërhyjë menjëherë dhe dami i këtyre pallateve t'ju merret kolaudatorëve, sepse ata kanë përgjegjësi numër 1. Nëse do ta kolaudonte pallatin, do ta merrte me kushtet që ka të shkruara, atëherë nuk do të kishim më këto raste. Këto sot rrezikohet, çdo pallat i ndërtuar në kohët e fundit që thot janë materiale kundër zjarrit. Dhe në fakt ato marrin flak menjëherë. Çuditërisht, edhe po të hellësh një cigare në këto ndërtimet e fundit, pallati merr flak nga jashtë. Avokat, çfarë duhet bëj qytetari në momentin që ju e keni parë që se jeton në Tiranë, çmimet kanë shkuar në stratosferë dhe pasi jep gati për atë 100 metra katror mund t'japësh 300.000 euro dhe në fund ditës në një moment caktuar ti e gjen veten jashtë pasi banesa me të cilën ti e bleve sa qimet e kokës të është djegur. Po pra, pikërisht këtu do ndalosha dhe do thoja që ky është korrupsion qeveritar, sepse këta që po ndërtojnë nuk ndërtojnë me lekë e veta. Nuk ka lek asnjë biznesmen shqiptar, se ne i pamë në momentet para 10 vitesh nuk kishin mundësi me pagu
aparatin celular, pra telefonin, thirrjet, që shkonin 1 milion, 2 milion lek, dhe shpesh nga këta ndërtuesi që sot janë kokrat e biznesit, nuk ishin mundësi me pagu dhe shisnin apartamente për të pagu telefonat. Sot ata, mas 2013, u bën nami në Shqipëri. U mosh plot me të korruptuar, u mosh plot me njerëzit pra qeverisë, u mosh plot me korrupsionin që arriti kulmin. Pra, dhe çmimet jo pa qëllim janë vendosur nuk janë vendosur nga ndërtuesit, por janë vendosur thjesht nga këta politikan që lozin në referencat. Ne kemi pas raste nga më të ndryshme kur është puna për ta marrë tokën shteti, ndryshon referencën dhe e çon 40.000 lekë vjetra. Kur është puna për ta dhënë, pra në kuptimin e fjalës, personave që ju interesonte, e çonte edhe 400.000 lekë të vjetra. Pra, këto gjëna nuk i heton askush. Por ama mesin enigëm dhe ne i kemi në çdo kohë për t'i hedhur dhe për ta nxjerrë fytyrën e çdo qeveritari për ta bërë të dukshme. Dhe pa diskutim që nëse Spaku, nëse prokurit e rretheve, nëse gjithë të institucione do jenë koshient për ta ndihmuar qytetarin, do jemi në pozicione tjera. Avokat, ju përmendët që thatë që kemi mbrojtur dhe për raste tjera të zjarrit. Për çfarë e keni fjalën konkretisht? Konkretisht janë pallati që ishte këtu para 1-2 vitesh, që mori flak dhe u munduan përsëri, pra aty hetum që kishte një korrupsion, sepse bashkia u mundu që ta riparonte në mënyrë që ndërtuesi mos mante përgjegjësi, pra u krijuan shumë probleme të cilat u zbuluan më në fund, u munduan që të shpëtonin personat nga prokuria që mos hetoheshin, por si përfunim çështjet zgjasin me vite të tëra dhe personat që janë dhe presin që të marrë damin e shkaktuar mund të shkojnë edhe 3-4 vite, 5 vite. Dhe kjo nuk është e mirë për një vend që ne pretendojmë me hyrje në Europë sa më shpejt. Avokat, konkretisht, momentin që po themi pallati është djegur, jo plotësisht, po në shumicën e pjesës së saj është djegur. Një familje, le të themi, që është djegur shtëpia, çfarë kompensimi merr dhe ku e kërkon kompensimin? Atëherë, me njëherë, njësia administrative e asaj zone merr masat me njëhershme, çon specialistat dhe projektuesit, ban projektin dhe damin që ka çdo familje dhe pastaj duhet që bashkia ta rimbursoj momentin për sa i përket emergjente, ndërsa për pjesën tjetër pastaj do t'i drejtohen gjykatës për damin e shkaktuar dhe nga se ka ardhur. Pra shkaku i ardhjes të këtij dami, pavarësisht nga ajo që mund pretendohet që mund thuhet, por duhet ketë një akt ekspertimi të cilën e ka dikush fajin për këtë ndërtim. Pavarësisht se firma e cila ka bërë ndërtimin, nëse materialet e saj janë në kundërshtim me atë çfarë ka deklaruar, do ta marrë përgjegjësinë firma. Në qoftë se ka shkëndijë elektrike, pra automatikisht do ta marrë institucioni i keshit, që zakonisht gjithmonë këta ja lënë fajin keshit në këtë raste, por jemi në këtë pikë që emergjenca e shpejt duhet të ndërhyjnë bashkia, të japin një rimbursim, të japin nëse kanë probleme me djegjet e brendshme në, po themi, që janë ato gjanat e jetesë, gjanat jetike që duhen marrë masa, ndërsa për sa i përket damit dhe fasadës, duhet që automatikisht firma e cila ka bërë ndërtimin duhet pajiset me një leje previzore urgjente për ta sistemuar situatën, nëse ajo ka përgjegjësinë e saj. Nëse nuk e ka, atëherë automatikisht duhet me prit fajin. Por për me prit fajin mund shkojnë edhe disa vite dhe pallati do jetë si punë, a mund të jetë i banueshëm apo jo, a mund të ketë era
të damshme të cilat mund zgjasin, a mundet që të izolohet që mos të i banojnë ata banor, sepse duhet verifikohet edhe nga Ministria e Ambientit, sepse ka shumë probleme të cilat mund të kthehen në kanceroze, mund të kthehen në shumë smundje të ndryshme. Dhe për këtë arsye, pra duhet të nërhyjë shteti. Shteti, me sa shohim ne, nuk po nërhyn dhe nuk e ka fare mendjen tek qytetarët e vet. E ka mendjen fare tek korrupsioni i cili ka arrit kulmin në Shqipëri. Avokat, kam dhe i pyetje të fundit, sa të sigurta janë pallatet e ndërtuar së fundmi në Tiranë dhe në Shqipëri përgjithsisht? Ma jep një shifër nga 1 deri te 10 apo si e don? Nga Qofse 1 don deri ke te 10. 0. Pra në qofse do më thoje nga 1 deri te 10, 0. Qofse do më thoje nga 0 deri te 10, do thoja pra 0. Pra jemi në katastrofë. Pra jemi në një emergjencë. Përveç ato vilat që bahen në periferi, që i bahen për veten e vet dhe për njerëzit e këtyre që kanë marrë lekë e këtyre qytetarëve të shkret, ato janë shumë mena standardeve. Avokat, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve.